Humbja me Partizanin lash jetë idhur tek Skënderbeu që ishte duke kaluar një moment pozitiv. Korçarët do të mundohen ta hedhin pas këtë humbje dhe të përqendrohen tek ndeshja e radhës. Për trajnerin Ernest Gjoka, rezultati i ndeshjes me Partizanin nuk ishte i merituari, pasi sipas tij skuadra është duke luajtur një futboll cilësor dhe i ka të gjitha mundësitë për t'u larguar fundit të tabelës. Sa i përket ndeshjes së radhës kundër Vllaznis në transfert, Gjoka u shpreh se skuadra e tij nuk ka asgjë për të humbur dhe shkon në Shkodër për 3 pikët. Mund të them se u ndalëm lidhje me rezultatin e ndeshjes së fundit, pasi vini nga një sër rezultatesh pozitive dhe kjo humbje na e ndali disivi imsin. Për Vrullin jo, nuk mendoj se një humbje tillë mund të ndalë Vrullin dhe dëshirën që kemi për të bërë mirë këtë fund kampionati. E them këtë pasi ekipi prodhoi dhe pati rastet e veta. Nëse do të kishim shënuar golin e dytë, atëherë sot do të flisim për një tjetër rezultat dhe tjetër histori. Jemi koshient dhe flasim realisht. Ne na duhet rezultati maksimal patjetër, por nuk arritëm dot të administrojmë avantazhin e krijuar në pjesën e parë. Për këtë na vjen keq. Unë mendoj se deri tani jemi duke punuar mirë. Kemi pasur mundësi të rikuperojmë disa elementë të rëndësishëm që nuk kanë qenë mirë në ditët e fundit si pasojë e virozave, por në përgjithësi jemi mirë. Për ne, kjo ndeshje me Vllaznin është një tjetër finale, por mbi të gjitha një finale shumë e rëndësishme për ecurinë e këtij sezoni.